Faleminderit. Patjetër që, siç e thash, ky është një proces i cili ka nevojë për përmirësimet e veta dhe ato që ngriti edhe drejtuesi i programit të posaçme janë çështje që duhen marrë në konsiderat edhe në punë që do bëjmë për strukturimin më të mirë të tyre dhe besoj që këtu do të blehet bashkëpunimi i mëtejshëm me Ministrinë e Drejtësisë. Megjithatë, rëndësishëm për ndjekjen e rekomandimeve do të jetë sidomos për progresin e eduksionit të përgjithshëm, plotësimi organikave, ngritja e seksioneve të posaçme, njësive specializuara kërkon njerëz, pasi ende ne kemi 35% të mungesave në organik, kështu që le të themi kjo relativizon shumë mundësinë e ndjekjes së rekomandimeve dhe e dyta që unë doja ta ngreja dhe le të themi të mbetet nga dita e sotme zoti ministër, është një çështje që ka të bëjë me infrastrukturën, sidomos me prokurin e rrethit gjyqësor Tiranë dhe me gjykatën e këtij rrethi. Është një çështje urgjente, ne kemi komunikim institucional, por shpresoj në vijimin e përpjekjeve për gjetjen e një zgjidhje, pasi në fakt arritja le të themi cilësia në ndjekjen e hetimeve, ku janë patjetër edhe përfshira edhe ndjekja e rekomandimeve të Këshillit Ministrave, lidhet me sigurimin e kushteve të punës për prokurorët dhe gjyqtarët. Ky është si konsiderat, nuk e di nëse doni diçka të fundit përpara se ta mbyllim.